Një muaj ka kaluar, por shpresa nuk është shuar. Çdo ditë që kalon, familjarët e Xhaferaqit vazhdojnë kërkimet për 78 vjeçarin nga Prishtina, ndërsa misteri rreth fatit të tij mbetet ende i pasbardhur. Ka kaluar një muaj që kur Xhaferaqi u largua nga shtëpia e tij në lagjën Bregu i Diellit, por pavarësisht kërkimeve intensive të familjarëve, policisë së Kosovës dhe ekipeve të kërkim shpëtimit, ende nuk është gjetur asnjë gjurmë që do ta ndihmonte në zbardhjen e rastit. Që nga dita e zhdukjes, operacionet e kërkimit janë zhvilluar në disa zona të Prishtinës dhe rrethinës, me angazhimin e ekipeve në terren, dronave dhe mjeteve të specializuara. Megjithatë, deri më tani asnjë informacion nuk ka quar në gjetjen e 78 vjeçarit. Në një intervistë për Kanal 10, vëllai i Xhaferit, Beqir Raqi, rrëfen momentet kur familja kuptoi se ishte zhdukur. Ai flet edhe për përpjekjet dhe kërkimet e pandërprera që janë zhvilluar gjatë këtij muaji, të cilat deri më tani nuk kanë dhënë rezultat. I këna gjithë domthonë hesë mashimin dhe rrugtimin e tina prej Tag Bosh deri në Alt atje. Atje në Alt si duket të ulë me pushue edhe i ka lënë ato papuqet. Papuqet i këna gjithë, policia i ka papuqet, i ka marrë, mas e këna bo njoftimin, i ka marrë papuqet, edhe nga ai moment deri me sot nuk kemo asnjë gjurmë, asnjë pistë, asnjë shenjë, asnjë informat. Për familjarët e Xhaferaqit, çdo ditë pas një gjurmë të tij po e thellon pasigurinë dhe anksin, ndërsa shpresa për ta gjetur të gjallë mbetet e vetmja forcë që i mban në kërkim të pandërprerë. Dhosh Zotit që askush mos përballet me një rast të tillë, sepse nuk dim ku jemi, nuk e dim a jem tokë, a jem në qiell, nuk e dim çka me bëj, çish me vepruar, me nejt nuk na arrihet. Është domosdoshmë se date nuk ka fjallë për sedatën në gjendjen e se familjar, po kur pa i hub shpresa se do të vim dhe jetë epilogu përshëndetare. Epilogu përshëndetare veç Zoti e din në çfarë gjendje mund me qenë. Pavarësisht kalimit të kohës, familjarët nuk i kanë dalur përpjekjet dhe vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që çdo informacion sado i vogël të ndajnë me policinë e Kosovës ose t'i kontaktojnë ata. Rasti vazhdon të mbetet aktiv, ndërsa shpresa e familjes është që kërkimet të sjellin sa më shpejt një epilog. Sipas familjarëve, Xhaferaqi vua nga demenca, një rrethanë që e bën rastin edhe më urgjent dhe rrit shqetësimin për sigurinë e tij. Pacientët që trogasin në dyert ambulancave specialistike të Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov thonë se jo gjithmonë largohen me shërbimin që kanë kërkuar. Sipas ankesave